Të nderuar miq, më keni pyetur edhe një herë t'ja bëj një video më shkurt lidhur me istiharen. Kemi dy lloj istihare. Istihare përmes namazit, që bëhet istihare gjatë natës, dhe istihare përmes tesbihve. Këto pra mësime janë islame nga burimi i Ehli Bejtit, familjes profetike. Sot do t'ju tregoj për istiharen që bëhet përmes tesbihve. Istihare do të thot kur ti dëshiron diçka të vendosësh për diçka. Për shembull, ki një ofertë për një projekt ose për një çun t'u ka ofru për fejes. Edhe nuk po din me vendos, se ka disa gjëra shumë të mira në atë projekt apo në atë fejes, në atë njoftim, po ka dhe diçka që nuk shkon. Prandaj, kemi istiharen me tesbih, me numra. Pra, nëse i marrim tesbihet dhe e marrim dikund ku të qëllon, për shembull, e marrim çet pjesë, që këtu, prej ku fillon, pra prej nga ana djathtë 1, 2, 3, 4, pra e marrim dikund ku të dëshirojmë. Por para prakisht themi 3 herë salavat. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. 3 herë pra e themi salavatin, edhe duke thënë salavatin mendojmë për atë projekt ose fejes e morëm. Në falni, a me u feju, a mos me u feju, a me fillu këtë projektin, a është i mirë ky projekt, kjo punë, e tjera e tjera. Pra, i marim tesbihet kështu pra, ku do dikund, ku t'na kap dora, dhe fillojmë me numru, deri 1, 2, 3, 4, që 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Pra, mund ka met kokra e fundit e tesbihve 1. Dikujve mund t'i met numri 2, dikujve 3, dikujve 4. Pra, vetëm prej 1 deri në 4. E tani ju tregoj. Nëse ju kam mbet si që mbetit e unë, tesbihi, kokra e fundit e tesbihut 1, atëherë kjo punë është shumë e mirë. Nise, mos këshyr me zhagu punën. Nise këtë punë se është shumë e mirë. Nëse të met kokra e fundit, për shembull 1, 2, 2, e fundit ka met 2-shi. Atëherë thot kjo punë nuk është e mirë. Nëse kokra e fundit 1, 2, 3, ka me 3-shi për shembull, atëherë kjo punë është e mirë, por e vështirë. Dhe nëse të mbetet 1, 2, 3, 4, kokra e fundit e istihares me tesbih, atëherë kokra e 4 është shumë keq. Mos e nis këtë punë. Edhe njerë, nëse të met kokra e fundit numër 1, do me thonë, është e mirë, nise këtë punë, këtë ofertë pranoje, këtë projekt filloje. Nëse të metet kokra e fundit 2, pra nuk është e mirë kjo punë, mos e nis. Nëse të metet kokra e fundit 3, për shembull 1, 2, e fundit 3, atëherë do me thonë kjo ishte e mirë, po e vështirë. Dhe 4, nëse të metet pra 4, 1, 2, 3, e fundit 4, kjo është shumë e keqe, shumë e ligë, mos e nis këtë punë. Kështu pra, kësa i thënë istihare me tesbih, të vendosësh për diçka me tesbih. Kjo bëhet edhe për gjona shumë të vogla. Por, nëse e bën 2 herë, hajtë se m'ka dalë mirë, 2-shi m'ka dalë, ose 3-shit, kokra e fundit 3, thotë ka dalë mirë, po vështirë, hajde ta bëj edhe 1 herë. Atëherë ajo istiharja e dytë nuk numrohet dhe ti e ki mëkat,
sepse nuk po beson në fjalët e profetit, në fjalët e ehlibejtit, në mësimet islamit. Pra, vetëm një herë mund të shme as më pak, as më shumë. Ju lutem, bëni share, bëni në profilin tim, follow, bëni like, dërgojani personave që nuk mundin me vendos për një punë. Inshallah dhe unë e kam sevap, po edhe ju inshallah e keni sevap. Faleminderit.